Në këtë mbrëmje të veçantë, në këtë mbrëmje që kemi pritur gjatë, vërtet, sonte është një moment i veçantë, sepse do të filloj numrimi i orës deri me datën 16 shtator, kur do të kthehen çlirimtarët, udhëheqësit e ushtrisë lirimtare, udhëheqësit e shtetit të Kosovës, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi dhe Recep Selimi. Vërtet, ishte një pritje shumë e gjatë, ishte një pritje jo 6 vite, por 6 shekuj, sepse ishte një pritje e padrejtë, ishte e padrejtë për shkak se çlirimtarët luftuan për të mbrojtur vendin e vet, për të sjellur Kosovës lirinë dhe pavarësinë. Nga sot do të filloj numrimi i orës. Në këtë shesh të bukur, në sheshin e komandantit legjendar Adem Jashari, dhe po në këtë shesh do të festojmë edhe datën 16 shtator, kur do të kthehen çlirimtarët. Faleminderit shumë juve që jeni prezent këtu, liria ka emrin e lirisë e bartin vetë çlirimtarët, vetë lufta heroike e ushtrisë lirimtare të Kosovës, vetë drejtuesit e ushtrisë lirimtare të Kosovës. Shumë emocionuese me dërgu orën e pritjes në çdo komunë, me pasës i ecë mrapsht deri në një ditë po aq të rëndësishme dhe shumë emocionale për ne, pas një pritje të gjatë, tash e 6 vite. Liria ka emër është munduar që në momente kritike të procesit të Hagës të takoj njerëz, të bashkëbisedoj dhe të krijoj momentum për të shfaq nevojën e njerëzve të Kosovës, popullit Kosovës, për t'ju thënë diçka atyre në Hagë. Edhe atyre që mbahen peng tash e 6 vjet, por edhe atyre që e kanë udhëhequr këtë proces, që populli i Kosovës i do çlirimtarët në vendin e vet, që në emër të popullit ata duhet të jenë të lirë. Lum ai burr e ajo gru që i ka kapërcyer ëndrat e veta për me luftu për ëndër më të madhe që është liria e Kosovës. Dhe për këtë ëndër ata e kanë lë burqin e tyre. Edhe ata që nuk janë mesin tonë, po edhe ata që sot e bëjnë betejën e fundit, uroj të fundit, për ta vërtetuar edhe një herë që populli i Kosovës ka qenë në rrugën e drejtë. Kjo orë do të jetë dëshmi për të numëruar sekondat, minutat dhe ditët deri në epilogun final, për t'i pritur çlirimtarët në Kosovë dhe për ta mbyllur ciklin e kontestimit të historisë gjatë tërë periudhës së pas luftës, sepse ky nuk është rasti i vetëm. Unë nuk dua t'ju lodh më shumë, dua të aftoj kolegun tim që t'i thot 2-3 fjalë Ismailin, sepse bashkë kemi rrugtuar ne të dy, ndoshta si njerëz në front, po me shumë njerëz dhe miq e dashamir që e kanë përkrahur kauzën dhe aktivitetet tona. Faleminderit të gjithëve për të gjitha momentet që i kemi nda bashkë në të gjitha marshet, dhe këtu prej këtu kam dëshirë t'ju ftoj që me 12 shtator t'jemi bashkë në orën 2, ku marshojmë për liri, marshojmë për çlirimtarët tonë, marshojmë për t'ju thënë që Kosova po i pret në shtëpinë e vet. Është nder me qenë në vushtri, në shtetin që ja di peshën lirisë, rrugtimit tonë, dhe që i ka dhënë gjitha që të na pozicionojnë ndershëm dhe dinitetshëm brenda historisë tonë. Unë nuk po e zgjas shumë, pasi që ne po flasëm ka dy me Elizën bashk, po vetëm dua t'ju bëj thirrje që vushtria duhet vjen në Prishtinë 2 herë 6 shtatorit, me 12 shtator, kur mahet marshi me moton Kosova po pret, dhe me 16 shtator, ku krejt bashk do të festojmë për ardhjen e çlirimtarëve në vendin e tyre. Faleminderit shumë. Tani në mënyrë simbolike ju kërkoj që të bashkë me mua të fillojmë numrimin. Fillojmë nga 5. 5, 4, 3, 2, 1.